Cilat kanë qenë arsyet e shtyrjes së kësaj seance? Përshëndetje Erti. Atëherë arsyet e shtyrjes së seancës është mos njoftimi siç duhet i zotit Berisha, pra kjo ka qenë arsyeja që gjykata e ka shtyrë seancën për në 8 shkurt, pasi letër njoftimi i dërguar nga gjykata në lidhje me seancën e sotme nuk ishte firmosur nga vetë Berisha, por nga vajza e tij Argita Maltezi. Në këto kushte gjykata ka vendosur që të bëjë edhe një herë thirrjen e Berishës ose njoftimin e tij, në mënyrë që ai ta firmosi vetë fletirjen për seancat gjyqësore që do të zhvillohen në gjykatën e posaçme nga një ankim që kanë bërë avokatët e tij. Vendimin e prokurisë së posaçme që nuk e lejon ato të marrë pjesë në seancat plenare. Pra ka qenë një moment procedurial ajo që ka shtyrë seancën e sotme, dihet tashmë edhe avokatët por dhe gjykata është e kujdesshme në procedurat që ndiqen në lidhje me kërkesat që bëhet sa i takon zotit Berisha, dhe kjo ka qenë arsyeja që gjyqtarja Irena Gjoka ka shtyrë seancën për në 8 shkurt në mënyrë që zoti Berisha të konfirmojë për gjykatën që është njoftuar që në këtë datë po zhvillohet seanca ndaj tij. Gjithsesi, siç dihet tashmë, që për 19 janarit kjo kërkesë është refuzuar nga ana e prokurisë së posaçme. Prokuria e posaçme ka dhënë arsyet që pse e ka refuzuar, ndërkohë që të gjitha kërkesat që bëhen nga ana e avokatëve shqyrtohen nga gjyqtarja Irena Gjoka. Edhe ditën e sotme nuk i ka shpërtuar kërkesës Irena Gjokës për përjashtimin e Irena Gjokës nga avokatët, pasi ata kanë dorëzuar për të katërtën herë kërkesën për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka nga procesi. Pra, për herë të katërt, avokatët kërkojnë me ngulm që Irena Gjoka të ikin nga seancat gjyqësore, pra të mos jetë ajo gjyqtarja e cila paraprake e cila shqyrton kërkesat e zotit Berisha me argumentin se është treguar e njëanshme në gjykime, por edhe për arsye të tjera. Faleminderit Keti Banushi, do të jemi sërish me ju në orët në vijim.